Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, trupi gjykues pas këshillimit dhe votimit sot me datë 21 prill 2026 në emër të popullit merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Naim Urseli me të dhënat sikur në shkresat e lëndës, konform meni 364 të kodit të procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje e rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova me të dhënat sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.6, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve nga neni 366 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Kushtrim Kokalla me të dhënat sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Për të akuzuarin Kushtrim Kokalla, konform neni 362, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të kodit procedurës penale, për shkak se prokurorja e shtetit është tërheq nga akta akuza, gjykata sjell aktgjykim refuzues për veprën penale, mos lajmërimi vepra penale apo kryerësve të tyre nga neni 378, paragrafi 1, pika 1.1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe neneve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale të akuzuarit i gjykon. Të akuzuari Naim Urseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Konform meni 79, paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, në dënimin e shqiptuar të akuzuarve Naim Urseli, Granit Plova dhe Kushtrim Kokalla, du të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 1/12/2023 e tutje. Të akuzuarve Naim Urseli, Granit Plova dhe Kushtrim Kokalla ju vazhdon mosa e paraburgimit. Detyrohen të akuzuarit që t'i paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ku do të përfshihen edhe ekspertizat mjekoligjore të kërkuara nga mbrojtësit, po këtë do ta bëjë gjykata në llogarinë e saj, si dhe secili veç e veç në emër të paushallit gjyqësor do të paguajë shumën prej nga 500 euro, si dhe në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën prej nga 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita kur aktgjykimi të marrë formën e prerë në kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. Fala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest juridiko-civil. Kundër këtij aktgjykimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh në gjykatën e apelit përmes kësaj gjykate. Kjo është verdikti i gjykatës themelore në Prishtinë në këtë çështje penale. Ditën e mirë.
Zoti